rikthyer, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë për të vazhduar tani me recetën që u premtuam. Petulla për të gjithë. Me gjizë apo me djathë vendosni ju? Si të doni ju, nuk është një problem. Unë do t'ju lexoj produktet e recetës, se çfarë përmban ajo, i kemi të shkruara në ekran dhe ju i shënoni, bëni fotografi. Edhe unë vazhdoj. Po, si të duash, ti paralelisht. Hedhim vezëm që ta shpërbëjmë atë dhe ndërkohë së bashku ju tregojmë se sa gramatura do t'ju duhen për mielin, për kosin apo për bërësit e tjerë. 300 gram miell, pra një gotë e gjysëm, 12 gram plur pjekës, një vezë, gjizë ose djath, ne kemi shënuar një lugë gjelle, po ju mund ta shtoni sipas preferencës edhe më shumë, 5 lugë gjelle kos, një lugë kafeje krip dhe sigurisht vaj për skuqje. Petulla me gjizë dhe kos. Shtuam vezën, shtuam edhe kosin. Kripën e shtoj pak me kujdes. Shtoj plur pjekës ose në të kundërtën tek farina, te mielli mund vendosim farina hap. Atë të kuqin, as të verdhin, as portokallin. Unë me që mora mielin për çdo përdorim, i rash, shkurt. Shtoj djath ose gjizë, djath i thërmuar ose gjizë. Opa, ja, i hoqa kaq ishte. I largojmë dhe i trazojmë produktet. Pra shtuam djathin. Shtoj diku 300 gram miell. Por, mos e merrni fjalën time shumë bazë. Ja, mendoni ju se nuk e di dhe e di shumë mirë. Gjithmonë është në varësi të vezës. Madhësia e vezës ka të bëjë shumë me ndryshimin. Mielli ka të bëjë nëse është miell që ka lagështirë apo jo. Pra, nëse ju përdoni të olën 300 gram fiks përdoni. Mbaroj muhabeti. E thash mirë? Shumë mirë e ke thënë. Ma e që ka të matën njësi matëse dhe etalon matës më i mirë se që është syri i zonjave, din vetë se diku në 300 gram një kime hirë. E duhura e mielli, sepse më mirë të tregon trajta, konsistenca që do të marri brumi aty. Pra nëse do të 300 gram, është 250 faktikisht. Nëse kemi miell, shtojmë pak më... Kete vëndi atje plot, sa duash. Kemi po pa tjetër, nuk në kalon atlasi pa miell, por një gotë normale ujë në këtë madhësi është 250 gram ose 250 mililitra, si që është dhe me njësin matëse këtu, që ju t'ju referoni më së miri gotave tuaja të ujit. Megjithëse ka ndryshuar dhe janë për masave të ndryshme. Por një gotë në këtë madhësi përmban 250 gram miell. Dhe filloj, e punoj. Ke nevojë edhe për një 50 gram që do t'ja shtonim brumit. Normalisht, do t'a lë pak, që brumin të lidhet, të pushoj. Deri sa unë me këtë mas të bëj një pet. Është në gjitës brumi, do thot që shtoni. Kjo është tamam si mas. E punojmë mirë. Por që ta punoj mirë unë, pa tjetër, duhet të bëj një larje të duarve, gjë që pjesa e miellit, duar që kam me brumë, mos të më marri, ndërkohë kemi edhe vajin që të ngrohet, përzihen mirë përbërësit dhe më pas i japin formën e duhur të petullave për t'i skuqur një pasetë gjithmonë në një temperaturë mesatare. Kemi në ekran vezët tona Ovital me cilat gatuem dhe sjellim recetat të shishme dhe mbi të gjitha të shëndetshme, duke patur parasysh cilësinë që kanë këto vezë, duke na ofruar proteinën, omega-3-shin dhe gjithë elementët e duhur, vitaminën D, që na duhet për të marrë sasinë e duhur të proteinës, të kolinës që ndodhet tek e verdha e vezëve dhe që është shumë e rëndësishme për shëndetin ton. Padyshim, duke u referuar cilësisë në radhë të parë që ka Ovital, si një kompani që na ndihmon të përfitojmë më së miri nga ushqimi që u jepet dhe pulave, shpendëve, në kuptimin që
ato të rriten natyrshëm në mënyrë që edhe vezët të jenë të freskëta. Janë në disa përmasa faktikisht, masa e vezëve lidhet me gatimet tuaja, por edhe këto paketimet që janë edhe të vogla dhe të mëdha dhe familjare, edhe sipas llojit të pulave, vezë të kuqe apo vezë të bardha, po ashtu edhe small, medium, të vogla, të mesme apo të mëdhaja. Ja kështu e përdorim jo vetëm për gatimet tona, por për ta nisur ditën me një omlet, me një vezë të zier apo të rrahur, sipas preferencave të familjarëve, të fëmijëve, bukë me vezë, petulla e të tjera. Apo këto gatimet që sjellim me brum, që është një lidhëse shumë e mirë e brumit, e po ashtu një fryrës shumë i mirë, një ngjyrë të mirë që jep gatimeve, pra veza është e përdorshme kudo. Pra, unë mblodh edhe si brum, mua faktikisht më pëlqen që gjithmonë të vendos shumë pak vaj. Shiko? Kemi dhe furrën. Edhe tani, duke qenë se ka dhe djathi brenda, nuk është një brum i lëmuar homogjen, po ka edhe kokrizat patjetër të djathit. Shiko? E punoj. Normalisht, duke marrë pak hua nga mielli që kam në tavolinë. Se s'më duhet gjithaj miell, më duhet që ta hap. Pra, njësoj, sikur për koqërqaf. Pse? Duhet të punohet sepse janë fërimet e djathit. Këtu është gjithë sekreti. Derisa të ketë mundësinë që të hapësh, të japësh atë formën. Derisa dhe vaj mua të më bëhet mirë. Dihet që çdo lloj brum ka nevojë për të punuar mirë. Kemi thënë këtë disa herë, të lidhet mirë, të marrë atë strukturën dhe formën kur fillon e lëmuar, të plot, dhe pastrohet tavolina me brum, do thotë që është gati për hapje. Ja, tani filloj dhe është ashtu si që më duhet mua. Valla, është lezet të ka të lësh kështu dhe të shofësh duke e punuar, se është antistres kë puna e brumit kur e punon. Po, patjetër që është antistres, patjetër. Si që janë punët e poqerisë, të poqerisë. Edhe punë të shtëpisë me antistres janë. Gatimi është antistres, poqeria si shtu ati. Të marrë të leja të gjamat nuk e kam antistres. Po jo, varet çfarë preferon ti të punosh, çfarë punësh dëshiron ti mes shumë punëve që ka një grua në shtëpi. Por është një terapi kur mbaron punët e shtëpisë dhe shikon atë pastërtinë, higjienën në shtëpi. Quhet me vërtet terapi. Opa, qëndrom këtu ku duhet. Të hapim një pet tani me sa shoh në një trashësi 0.5, ka përshtypjen 0.5 cm. Tani ne s'po e masim, por afërsisht e tillë do të jetë. As shumë e holl, as shumë e trash. Në mënyrë që kur ta presim pastaj në forma, ja të marr prersen, të skuqen dhe të jenë të bollshme, mos jenë dhe të holla sepse ato thahen pastaj bëhen si kërce. Shumë gjëra. Formën e zgjedhim si të duam. Katrore, ditkëndshë, rrethore, formate të tjera që keni në shtëpi.
Në format e tjera më të vogla, sërisht i punojmë dhe u japim për herë të dytë formë. Dhe vaj mua më bëhet mirë. Po. Ja, kjo është në e duhura, faktikisht. Ila. Ne të provojmë me një të parën, a është gati apo jo vaj, dhe mendoj se mirë është. Mbushim tiganin me këto rombet, me këtë brumë dhe i skuqim nga të dy anët, derisa të marrin një ngjyrë të kuqeremt. Një përmbledhje tani do doja të recetës dhe vazhdojmë të skuqim në tigan për t'i shijuar pas pak. Petulla me gjizë dhe kos, 300 gram miell, 12 gram plur pjekës, një vezë, një lugë gjelle gjizë ose djath, 5 lugë gjelle kos, një lugë kafeje krip dhe vaj për skuqje. Të gjithë përbërësit i bashkoni, i punoni mirë brumin derisa të arrini atë strukturën e dur, që të mos ngjisi, të jetë një brum i lidhur mirë, e hapni në banak, i prisni në rombe apo në forma që ju dëshironi dhe i skuqni në vaj për skuqje. Do të fryen aty siç e shihni dhe duhet keni kujdes sepse nga ja çantolla duhet të kthehen, ja për shembull ajo e para që është në qendër duhet të kthehet tani. Ne do vazhdojmë të skuqim, kemi publicitet dhe do të rikthehemi për të vazhduar me recetën e tretë. Kemi sërish kungull, kemi mish pule. Kthehemi më thot. Po, sepse dhe vaj ishte i nxehtë, tani gradualisht do ta ulim temperaturën që të vazhdojmë me tiganin tjetër. Këto ishin petulla, do t'i kullojmë, nuk thithin vaj. Dhe jemi rikthyer pas ndërprerjes së reklamave për të vazhduar me recetën tonë, ndërkohë shifeni petullat sa të bukura dhe sa të mira kanë dalë. Dhe sa më shumë vin, shiko, ja, sa më shumë vin, aq më balon bëhen. Po, si themi ne këto nga mesi që skuqen, kanë ndenjur dhe brumi më tepër. Janë të buta si sfëngjer, gjithashtu nuk thithin vaj dhe kjo është e rëndësishme. Shif, si del. Ja dhe petulla e fundit dhe një pjatancë plot e përplot për një mëngjes me petulla. Në një nga ditët e javës, sigurisht e rezervojmë vetes një pjatë të tillë, një recet duke shoqëruar pastaj. Djathin e kam brenda ato, po me pak mjalt apo me reçel, me reçelin e stinës, që e keni përgatitur vetë. Mund të mbushen këto, mund të janë aq të buta, nuk kanë thithur fare vaj. Mund të shoqërohen patjetër me reçel, me rushi. Me rushi që i kemi. Reçel fiku po ashtu. Ua, qa më tha goca. Do bëjmë edhe reçelin e ftohtë tani. Kemi rushin që e konservuam, që thamë do ta mbajmë për gjatë e gjatë. Se dia do të hapësh dot me njëherë, po ja. Bravo. Se mamat janë legjendare. Largojmë pjesën e parë. Shiko? Ja. Edhe këtu. Nuk është se janë të prishura këto. Është thjesht pjesa e sheqerit. Pa mbuluara, po edhe sheqerit, po edhe s'janë mbuluar me mjaftueshëm me ujë. Ja. Pra? Pak ditë më parë treguam si të ruajmë rushin për një kohë më të gjatë. Për një vit. Të ruaj fortësinë, strukturën, shijen, mos prishet. Shiko këtu, ja. Tregohet më mirë në proces pune, sepse do thonë ju i keni vendosur në kavanos, por jo vetëm i keni vendosur në kavanos, sepse përveç se do t'i qëroni kokër më kokër, do t'i vendosur kështu, jo me gjithë bistakun e tij, por më pas do t'i shtoni sheqerin apo jo. Ujë të nxehtë, e kishim ujin apo të ftohtë. Merë emisionin në duart e tua dhe mos më pyet për asgjë. Dhe për ta mbyllur në mënyrë hermetike me ujë të nxehtë, më pas e vendosim përmbys. Tek uji që vlon në tenxhere. Në një tenxhere të madhe, tek tenxheria mund të vendos në një copë ose në të kundërt. Jo, kapaku duhet jetë aq mirë i mbyllur sa që mos ju hapet. Nga momenti i vlimit ne e lëm diku te 20 minuta. Në 20 minuta ne marrim dhe vendosim në një ambient ku është errësirë, mos të kaloj drita, të mbyllur. Dhe këto ju i keni deri në një vit. Më tutje nuk ju jap garanci, por te viti po. Po rezistuat, domethënë që ta
ta mbani deri në fund të vitit, por nëse ju duhet pastaj për ta konsumuar siç është për ndonjë sallat apo për të bërë reçela apo gatime të tjera, e keni të mirë të siguruar.